Se ti tha jeri shqipnista do sa në si din tha, mos më mu këtu lugave. Një ndër pjesët më interesante ka qenë kur kanë pas Adem Demaçi në emision dhe ka qenë live. Unë e dija historinë çka kishte ndodhur, po mendoj që një gazetar i mirë është i mirë atëherë kur bën pyetje naive që do i kishte bërë secili nga shtëpia. Sepse nuk është e imja që unë do të tregoj se sa shumë di për ty. Por është mënyra se si unë të pyes ty që ti të më tregosh për veten. Edhe për shikuesin. Edhe për shikuesin, sigurisht. Dhe i bëj një pyetje shumë naive, të qëllimshme, edhe ai më kthehet, "Çiko, se ti tha jeri shqipnista do sa në si din tha, mos më mu këtu lugave." I thash, "Po, pse jam me shqipnisë?" I thash, "Dhe pse s'pi di, prandaj po të pyes." I thash, "Se më i pas ditë s'kisha pyes, s'kish pas nevojë." Po ishim në live. Edhe kur dolëm nga emisione, i tha, "Mirë mu përgjigje." I thash, "Po më nguce," i thash, "me të pa drejt edhe tu përgjigja." Kjo ka qenë një kështu, një krefje e vogël momentale që ka qenë shumë interesante atëherë dhe mbaj mend si rast. Respekt për Adem Demaçin. Absolutisht. Njëri i madh. Biles mund të ta tregoj dhe një sekret, nëse Milaimi është martuar me mua, ka marrë receptin e Adem Demaçit. I ka thënë, "Ty të duhet një grua nuse e cila të ketë kryer fakultet, e cila të di gjuhë të huaja dhe e cila duhet të ketë patjetër patent shofer." I kam përmbush kushtet. Paramendo Milaimi të lyp nuse komplet. Ma si pas ka thonë merë edhe me fëmijë një hazër. Jo, për atë se ka pas ta man. Luli. Mos më pyet shumë se ti di shumë sa në për mu, kështu që... Lul. Po ti pse ka ardhur si capi te kasapi? Po tash. Qa ja bune vetes? Po ja bune vetes. Kur pishim kafe me Lulin, Luli me të parë në emision, me të pa më thirë, pa kishte këma abiti, po deri sot, pse s'ka ardhur Luli në emision, i ka fojet Flora. Unë ku më shku në shpeta, është prapa e din. Po tash po të regoj pse, se ma ka po pyetjen Luli, edhe tha, kush do të është me mu në emision. Thash, pse mërzitesh ti për atë punë, ka kush mërzitet për atë punë. Po thotët me të regu në shpeta me kërnjë në emision. Dhe me thënë, më unë jam... Unë kështu ja kam shkru. Re rahat se për këtë pjesë i rahat. Oke, unë kam përmbush kriteret. Flora të përshëndesim, faleminderit që e kelon burin, në duar të sigurta e ke lëshu. Faleminderit për vlerësimin, është vlerësim vërtet i madh.